Kryetari i Partisë Socialiste deklaroi në emisionin Opinion të gazetarit Blendi Fevziu se është i hapur për koalicion me Aleancën Kuqezi dhe frymën e re demokratike të Bamirtopit. Madje kryetari të FRD-s, Rama i ka sugjeruar të heqë dorë nga filozofia e barazlargimit për qeverisë dhe opozitës, duke anuar te kjo e fundit. Më vjen shumë keq kur e shikoj Bamirtopin që përpiqet të barazlargohet edhe nga një pushtet që vret, nga një pushtet që grabit, nga një pushtet që shkatron përditshëm Shqipërinë, edhe nga një opozitë që është e vrarë, që është e grabitur dhe që ndodhet në një presion të vazhdueshëm të përditshëm, balte, shpifjesh dhe fyrë. Të njehsosh këto dyja do të thotë të mos jesh akoma i përgatitur për të bërë opozitën në shqiptare. Aleanca Kuqezi, do jetë koalicionin tuaj? Ka pasur bisedime për këtë? Ne i kemi ftuar të gjithë ata që duan rotacionin dhe që duan ndryshimin. Dhe prap i ftoj dhe u them që nuk është Shqipëria sot për të ndetë mes. Rama tha se pret në koalicion edhe Ilir Meten, por LSI duhet të ketë parasysh në këtë afrim, fillimisht largimin nga qeveria dhe më pas pranimin e programit të Partisë Socialiste, të cilin Rama e shtron si çështje të panegociueshme. A keni zhvilluar bisedime për një koalicion me Lëvizjen Socialiste për Integrim? Jo. A do ta ftoni dhe a jeni i gatshëm ti kërkoni Lëvizjen Socialiste për Integrim që të bashkohet në koalicion me Partinë Socialiste? Nëse braktisë qeverinë dhe vendos të hyjë në një koalicion për të realizuar programin dhe për të zhvilluar ato tema themelore që programi ynë i ka të panegociueshme, pa diskutim. Cilat janë të panegociueshmet? Cili do që tjetë, taksimin e ndershëm. Po. Tjetër? Shërbime publike sipas nevojës, sipas xhepit. Pa dyshim luftën kundër monopoleve. Po. Sigurisht një skem të re taksimi të fitimit. Ky është një koalicion pragmatist apo moral? Mirë presim çdo forcë politike që është e gatshme t'i bashkohet rrugës së realizimit të programit tonë. Po karta morale në këtë mes, zoti Rama? Për sa më takon, nuk kam asnjë arsye që të ndihem keq për deklaratat që kam bërë. Kryesocialisti nuk pranoi të jap asnjë detaj lidhur me emrat që do të përfshihen në listën për kandidat për deputet të kësaj force politike. Kriterin për lëvizje të disa emrave nga një rajon në tjetrin për kandidim, largimin e disa të tjerëve, duke shpërfillur dhe zërat kritik që vijnë nga brenda partisë se ky është një proces që po zhvillohet në diktatin e kryetarit, larg transparencës dhe kriterit të meritës. Duke shmangur çdo përgjigje për listën, Rama publikoi qëndrimin vetëm për një emër, atë të liderit historik të së-majtës, Fatos Nano. A do t'jetë zoti Nano në listën për deputet Partisë Socialiste? Fatos Nano nuk do jetë deputet i Partisë Socialiste. A do t'jetë zoti Zogaj në listën e Partisë Socialiste? Gjë e fundit që mund ndodhi është që listën e Partisë Socialiste ta bëjmë të vëklan. Këtë mos e kërkon. Zoti Ngjela do jetë listën e Partisë Socialiste? Këtu mund bëni listën e Partisë Demokratike, po listën e Partisë Socialiste nuk e bëni dot. Zoti Gjinushi dhe zoti Milo do jenë listën e Partisë Socialiste? Listën e Partisë Demokratike mund ta bëni. Zoti Malaj do jetë, zoti Malaj do jetë në listën e Partisë Socialiste? Ore, kishit një problem për punën e paradhomës, ju dëgjova dhe në fjalim më ditë. Kishit në çështje vura re që kishit si shqetësim. A do t'jetë zoti Erion Braçe drejtues në listën e Beratit apo do sillen në Tiranë? Partisë Demokratike. Rama shmangu në opinion të përgjigjet akuzave të selisë së Partisë Demokratike, që e lidhin atë me afera korruptive, siç është leja ndërtimit për një pallat në kryeqytet, duke u marrë ekskluzivisht vetëm me zëdhënësen e Selis Blu, Laura Vorpsi. Intervista e gjatë gati 3 orë me Edi Ramën, lidhej dhe me element të rëndësishëm të programit, me të cilin Partia Socialiste synon të qeverisë nëse fiton zgjedhjet. Përpunësimi në Rama ishte i paqartë, lidhur me objektivin në program për hapjen e 300.000 vendeve të reja të punës. Rama referoi për zgjidhjet tek shifrat zyrtare të Instat, një institucion që për papunësi në Shqipëri ka shifra dukshëm më të ulta se sa shifra që deklaron kryetari socialist për 1 milion syresh. Si do hapni 300.000 vende pune në Tiranë para 2 vjetësh dhe tani në gjithë Shqipërinë ju dalin prap 300.000 vende pune? Edhe një herë tjetër, nuk kam premtuar asnjëherë 300.000 vende pune. Kjo është nuk ekziston më, miku im. Të njëjtë përputje, tani ju ka ngelur 300.000 vend, o tani do të flasësh për gratë o s'ka. Po thuaj atëherë, ta them dhe atë se e kam përgatitur. 250.000 gra i bie të punsoni, burra punsoni fare. Ja ku është programi, thotë ne do të përgjysmojmë papunësinë femërore
të gjitha grave dhe vajzave do të ofrojmë një shans punësimi, vetë punësimi ose trajnimi brenda një viti. Dhe do të garantojmë punësimin me përparësi për gratë dhe vajzat që kanë imigruar në zonat urbane dhe qytetet e mëdha. Që do të thotë, në këtë rast i referohemi grave dhe vajzave që janë regjistruar si të papuna. Sa janë të regjistruara? Dhe gratë dhe vajzat regjistruar si të papuna janë 55% e këtij 124.000 që folëm. Dhe 55% që 124.000 që folëm janë rreth 8.000. Dhe gjysma e tyre janë rreth 40.000. Dhe 30.000 ishin në punë deri në janarin e vitit 2012 dhe e humbën vendin e punës